me shoqëri që e tolerojnë dhunën dhe si mund të parandalohen rastet e vrasjeve dhe dhunës dhe çka tregojnë të gjitha këto raste për shëndetin e popullatës, i diskutojmë me psikologën Atifete Sylla. Por si zakonisht në fillim lajmet kryesore të ditës. BE-ja pritet të bëjë pagesat e para për Serbinë nga plani i rritjes, ndërkohë Kosova si duhet të presë konstruimin e kuvendit e ratifikimin e marrëveshjes për kredi. Ngrihet aktakuz ndaj ministrit të zhvillimit rajonal Fikrim Damka. Prokuroria akuzon atë për sulm dhe kanosje. Asaqoni mbetet parakosh për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës, si thot fuqishi të dërguarit të BE-s për dialog. Pas Kosovës, Sorensen viziton Serbinë. SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për anë pushim në Ukrainë. E Moska relativizon rëndësinë e bisedimeve duke i cilësuar ato si teknike. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë të parat vendet të rajonit të Ballkanit për cilat Bashkimi Evropian ka bërë pagesat e para të financimit nga plani i rritjes në Ballkanin Perëndimor. Burimet e BE-s thonë se së shpejti pagesa do të bëhet edhe për Serbinë. Kjo do të thotë se sipas BE-s Serbia ka përmbushur edhe parakushtin për angazhimin konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Ndërkaq Kosova nuk e ka ratifikuar në kuvend marrëveshjen për kredi dhe derisa të mos e bëjë këtë nuk mund të marrë pas pagesa nga plani i rritjes. Në BE thonë se ata janë të gatshëm të kryejnë edhe pagesat për Kosovën, por është Kosova ajo e cila nuk i ka kryer procedurat e veta të brendshme. Kosova duhet në këtë moment as që mund të i kryejë këto procedura pasi nuk ka kuvend të konstituar i cili do të mund të ratifikonte këtë marrëveshje. Por Kosovën dhe Serbinë përpos kushteve të përgjithshme që vlejnë për të gjitha vendet e rajonit, parakusht është edhe angazhimi konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve. Ndërkohë ndaj Kosovës BE-ja po i mban masat ndëshkuese të vendosura në qershor të 2023-s. Ish komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë, generali Vesni Clark, ka thënë se Serbia duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe se bashkëpunimi ekonomik në mes të dy vendeve do të jetë i pashmangshëm. Në një diskutim virtual të zhvilluar nga Oda Amerikane në Kosovë në shënimin e 26 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s, Clark ka folur për përmirësimin e klimës së biznesit dhe ka inkurajuar Kosovën që ta përqafoj bashkëpunimin rajonal me fshine si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, madje edhe Serbia. Përfundimisht Serbia duhet ta pranojë pavarësinë tuaj dhe bashkëpunimi ekonomik do të jetë i pashmangshëm, ka thënë Clark. Ai ka theksuar se Kosova ka një pozicion shumë të rëndësishëm strategjik. Ai në një bashkëbisedim me drejtorin ekzekutiv të Odës Amerikane Alian Zekën ka folur edhe për rëndësinë e sundimit të ligjit duke kërkuar që Kosova ta forcojë atë dhe ta përdorë atë për të ndërtuar besimin e investitorëve. The more jobs you create, the more investment, especially. Prokuroria themelore në Prizren ka ngritur aktakuz ndaj ministrit të zhvillimit rajonal Fikrim Damka dhe një personi tjetër në ndyshimin për veprat penale, sulm dhe kanosja. Sipas aktakuzës, i pandehuri Damka më nënshkurt në Prizren kishte përdorur forcë fizike ndaj të dyshuarve ndaj viktimave me inicialet AM dhe MJ pas një mosmarrëveshje të mëhershme lidhur me publikimin e disa informatave dhe lajmeve në rrjetet sociale për Pardin KDBT dhe për të pandehurin Damka. Rasti kishte ndodhur derisa të dëmtuarit po qëndronin në parkun e lagjes me disa anëtar të tjerë të partisë së tyre. Sipas aktakuzës, Damka ka shtyr viktimën dhe e ka kanosur e sulmuar. Damka është arrestuar ditën e zgjedhjeve në ndyshimin për sulm dhe kanosje të një kandidati për deputete, derisa ndaj tij ishte caktuar masa arresti shtëpiak prej 30 ditësh. Por arresti shtëpiak ishte ndërprerë më 7 mars, derisa masa është zëvendësuar me ndalim për t'u afruar vendit apo personit të caktuar deri më 7 prill. Sipas prokurorisë, ministri Damka dhe një familjar tjetër kanë sulmuar kandidatën për deputete Arda Maloku, si dhe ka kërstuar me jetë Muharrem Jablan.
E në ditën e dytë të dëshmisë së tij, sheprori i ushtrisë shërimtare të Kosovës Naim Maloku ka thënë para dhomave të specializuara se Hashim Thaçi ka folur një herë lidhur me një intervistë të tij ku Maloku kërkonte që të institucionalizohej UÇK-ja. Ai ka deklaruar se gjatë luftës e ka takuar Thaçin 3 herë, ku theksoi se nga 3 herët kur është takuar, ai foli vetëm në klesh me të. Në këtë intervistë Maloku theksoi se promovoi institucionalizimin e UÇK-s, bashkimin e saj me strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes që udhëhiqeshin nga qeveria në egzil, kryesisht e përbërë nga përfaqësues të LDK-s. Një ditë më parë, dëshmitari Naim Maloku tha se përqarja mes UÇK-s dhe forcave si ato që u themeluan prej Ministrisë së Mbrojtjes Farkut i shkaktuan dëme të mëdha luftës çlirimtare. Sipas dëshmitarit, institucionalizimi ishte forma më e mirë që do ta shpejtonte njohjen ndërkombëtare të UÇK-s, meq siç sa ai luftrat nisin me pushk, por përfundojnë në tavolina bisedimesh. Se nuk ka pas njësit, nuk ka pas. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar në Beograd me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Këtë takim që ishte i pari me syre që nga marrja pozitës së emisarit special nga Sorensen, Vučić e ka cilësuar të hapur dhe konkret. Nëpërmjet një postimi në Instagram pas takimit, Vučići ka treguar për akuzat e tij ndaj Kosovës lidhur me trajtimin që sipas tij u bët serbëve të Kosovës. Vučić ka ripërsëritur se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është para për fillimin e një normalizimi thelbësor të marrëdhënieve. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhe dhe ka vendosur kurora lulesh pranë varrezave të të rënëve në masakrën e Brestosit të vitit 1999. 26 vjet pas, kryeministri bashkë me familjarë dhe të afërt të viktimave nderuan dhe kujtuan 49 martirët dhe 5 dëshmorët e këtij fshati. Më 25 mars të vitit 99, forcat armatosura serbe kryen një nga masakrat më të tërshme. Një ditë pas fillimit të bombardimeve të natës ndaj çaqeve serbe, raporton Kosova Press. Nga Brestoci, kryeministri ka vazhduar homazhet në Fortezë dhe në Celin dhe më pastaj në Godan. Masakrat në Thërnje, Brestos, Fortezë, Celin e Gorden u kryen pikërisht një ditë pas fillimit të fushatës bombarduese të NATO-s. E kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka kujtuar 75 të rënët në Celin, 68 në Fortezë dhe 54 në Brestos në përvjetorin e tyre. Ai ka thënë se 25 marsi 99 shënon një nga ditët më të dhimbshme të historisë sonë. Instituti Atlas ka kërkuar që qeveria e Kosovës të heqë tatimin në vlerë të shtuar prej 8% në faturat e energjisë elektrike dhe të kthehen miliona euro të shpenzuara për konsumin e energjisë në veri, nëse vendoset për shtrejtim të çmimit të energjisë elektrike prej rreth 15% nga prilli. Sipas këtij instituti, heqja të VS-s dhe kthimi 132.5 milion eurove që janë paguar për rrymën në veri ndër vite, do të bëhet që çmimi i rrymës të zbritej për 36% në vitet 2025 dhe 2026. Ndërkohë, pavarësisht nga paralajmërimet për një rritje të mundshme të tarifave të energjisë elektrike, zëvendës ministri i ekonomisë Getuar Mjeku dhe kryesuesi i bordit të ZRE-s Ymer Fejzullahu nuk kanë dhënë përgjigje të qarta lidhur me këtë çështje ku janë pyetur nga media të martën. Nga ana tjetër, një protestë qytetare është paralajmëruar të mbahet të shtunën e 5 prillit në Prishtinë kundër rritjes së çmimit të energjisë. Grupi Asnjë Cent më shumë ka njoftuar se kjo protestë do të nisë nga ora 15 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Policia e Kosovës i ka arrestuar 4 persona me dyshimet për shitblerje të narkotikëve. Nëpërmjet një operacioni, policia i ka ndaluar 2 vetura që lëviznin në rrugën Prishtinë-Podujev, ku në të dytë ka gjetur substanca narkotike. Gjatë kontrollimit të veturës është gjetur një sasi e substancës e llojit marijuan me peshë prej 10.4 gram, derisa personat e dyshuar janë shoqëruar në stacionin policor. Operacioni policor ka vazhduar tutje për identifikimin e veturës së dytë të dyshuar dhe personave të tjerë të përfshirë në rast, ku
dy të dyshuarit meshkuj kosovar të cilët përkundër tentativës për t'ikur dhe pashedhjes së substancës narkotike në tokë në sasi prej 420 gram të njëjtit janë arrestuar nga hetuesit policor, thuhet në njoftimin e policisë. Vlera e substancës parashihet të jetë rreth diku 15.000 euro. Dy prej të dyshuarve janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa dy të tjerët janë liruar në procedurë të rregullt. E tani shkoa të ndjekim lajmin kryesor të botës dhe rikthehemi në studio me bisedat e paralajmëruara. Bisedimet e gjata mes delegacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe atij të Rusisë për armëpushim të mundshëm në Ukrainë kanë përfunduar pa marrëveshje të martën, ka raportuar CNN duke cituar mediat ruse. Zëvendës kryetari i parë i Komitetit të Mbrojtjes dhe Sigurisë të Federatës Ruse, Vladimir Chizhov, ka thënë për kanalin televiziv shtetëror Rosia 24 se deklarata e përbashkët nuk u miratua për shkak të pozicionit të Ukrainës. Fakti që ata ulën për 12 orë dhe dukej se ranë dakord për një deklaratë të përbashkët, e cila megjithatë nuk u miratua për shkak të qëndrimit të Ukrainës, është gjithashtu shumë karakteristik dhe simptomatik. Pas takimit maratonik në Riyadh të Arabi Saudite, pritej që të dyja palët të dilin me deklaratë të përbashkët, por kjo nuk ndodhi. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka theksuar se Moska po analizon rezultatet e raundit të dytë të bisedimeve midis zyrtarëve rus dhe amerikan. Peskov ka minimizuar rëndësinë e bisedimeve duke i përshkruar ato si teknike. E para po flasim për negociata teknike, prandaj sigurisht që përmbajtja e negociatave nuk do të bëhet publike. Kjo nuk duhet pritur. Dhe së dyti e përsëris edhe një herë, tani po analizon raportet e bëra në kryeqytete dhe vetëm atëherë do të mund të flitet për një lloj mirëkuptimi. Kur u pyet nga gazetarët nëse po planifikohet një takim mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij rus Vladimir Putin, Peskov tha se aktualisht nuk ka plane, por se takimi mund të organizohet shumë shpejt. Nuk ka ende plane për një bisedë të nivelit të lartë, e po nëse është nevojshme, ato mund të organizohen mjaft shpejt dhe me efikasitet. Ekziston një mirëkuptim që kontaktet të vazhdojnë, por nuk ka asgjë konkrete për momentin. E ministri i punëve të jashtme i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë të martën se ndër çështjet që u diskutuan me delegacionin e Shteteve të Bashkuara në Riyadh është edhe siguria e transportit detar në detin e Zi, raporton BBC. Lavrov ka theksuar se Rusia është në favor të vazhdimit të marrëveshjes për transportimin e grurit që do të lejonte Ukrainën të eksportojë në mënyrë të sigurt. Marrëveshja u ndërmjetësua nga Kombët e Bashkuara dhe Turqia dhe synonte të siguronte kalim të sigurt për anijet e Ukrainës që transportonin prodhime bujqësore nëpërmjet detit të Zi. Shtetet e Bashkuara nuk kanë komentuar ende për rezultatin e bisedimeve. Flasim për rastet e fundit ku 3 persona vetëm brenda 24 orëve janë vrarë